Ai ligj që me te është mbyt faraoni e janë shëm pushtetin e zullumqarëve e keqbërësve, i njëjti ligj është edhe sot. Vazhdon ditë i gjykimit i pandëshueshëm. Andaj çdo zullumqar ta din se Allahu te barekuhu teala ja ka vendosur një prit dikun, që aty do të jetë fundi i tij. Na nuk e dim atë prit, na nuk e dim atë kurth, na nuk e dim atë afat skadence, por dim sigurisht se për çdo zullumqar ka një afat skadence. Për çdo zullumqar ka një prit. Ai zullumqar mund të jetë zullumqar i familjes, mund të jetë zullumqar i xhamatit, mund të jetë zullumqar i mahallës, i qytetit, mund të jetë zullumqar i besimtarëve, i njerëzve përgjithësi. Kush do të qoftë me çfarë të përmasa që është zullumi i tij, ta din se e ka një fund, e ka një përfundim, e ka një poshtnim në dunja para ahiretit. Dhe kjo është me një aspekt vetëdijsim, por është edhe një lloj inkurajimi dhe një lloj përgëzimi për gjithë ata që janë të shtypur në dunja, nuk kanë mundësi me garantuar të drejtë elementare që u takojnë për shkak të zullumit. Ti drejtojnë Allahu te barekuhu teala. Merrni sebepet tash, përgatitu, merrni sebepet, nga se nga ligjet e Allahut kosmologjik është marrja e sebepeve. Mirë po pastaj në Allahun bështet sa e është ndryshuar i gjendjeve.